Për shëndetje nga kuzhina Lirit, sot kam vendosur me përgatit petulla me luk, shumë shpejta përgatitje, 10 minuta punë për brumi, edhe kam ju knoq të buta pamuk. Sot mra huj ashtu, veç mi përgatit kuha pak e ftoft me shi, ja vlen t'i provani. Krejt që kanë nevojën për përberzve janë 2 vezë, mandej merrni 400 grame miell, 300 ml ujë të ngrohtë, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, një lugë të mesme me krip, një lugë të çajit, vogël me sheqer. Bismillah, fillojna me përgatitjen në një enë të thellë. Hedhim pra 2 vezë, shtojmë 300 ml ujë të ngrohtë, kripen, sheqerin edhe i përzina me tërë. Pasi që kemi përzin me tërë të dorës, tashtë marrëm një pluhur përpjekje për ndryshe me peciv. Prap. Dhe shtojna 400 grame miell. E përzina brumin mirë të me 5 minuta pra tundën. Pas 5 minutave e kemi tundur kështu brumin me tërë të dorës, brumi duket kështu, e morëm tash një tigan, hedhëm një 500 ml vaj edhe lajna që të nxehet vaji. Vaji është nxehur, pra në temperaturë 9 shpëretin e kom kështu. Tash ti pa hedhur hala brumin, bismillah, e uli mas pari temperaturën 3, edhe marrim një lugë, e fusim kështu në vaj, edhe bismillah shkojna duke marrë brumin pra lug edhe duke qitë në vajin e nxehur. Shpejta përgatitje edhe kanë ju knoq, buta pamuk, kur nuk keni sidomos buk në shtëpi edhe pritani me dalë me ble, as keni nevojë me prit me u dyfishu brumi, ta prapë 10 minuta me njëherë një pjek. Tash e fillojna duke i rrotullu të lop. Dhe që të një qitë ma parë. As nuk thithën shumë vaj edhe dalin perfekte. Petullat që janë pjekur, tash të i hipëm për tigonit edhe i qesim në një pjatë, edhe deri në fund kështu pra i pjekum. Edhe petullat e fundit i largojna prej vajit, e nolim edhe shpëretin, edhe kanë një knoq. Tash, sipas shijes t'juve, dikush i ka qef me ajvar, dikush i ka qef si unë me djath, dikush me Nutella ose marmeladë, aty krejt ç'është t'ja u don goja juve. Kryesorja për 10 minuta, hajde mashallah, i keni hazër që ajo është. Petullat duken kështu, nga brenda të buta pamuk, pjekta shumë mirë edhe kanë një knoq. Neve na bëfshin mirë, ju po ashtu nëse i provoni, faleminderit për përkrohen që ma bëni komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina Lirit, ju them miru pofshim.